Përshëndetje shikues, sot do të shpjegojmë sëmundjen e diabetit, e cila ndryshe njihet si sëmundja e sheqerit apo diabeti mellitus. Fillimisht, për të kuptuar këtë sëmundje, duhet të shpjegojmë fiziologjinë e pankreasit. Pankreasi i ka dy funksione kryesore. Funksionin egzokrin, që përfshin prodhimin e enzimeve që e bëjnë tretjen e ushqimit, dhe funksionin endokrin, që përfshin prodhimin e hormoneve, gjithsesi hormonit të glukagonit dhe insulinës. Tash, te patologjia e diabetit tip 1, pankreasi prodhon pak ose as pak insulin. Prandaj, ky diabet quhet edhe diabeti i varur nga insulina. Ndërkaq, tek patologjia e diabetit tip 2, qelizat e ndryshme shfaqin rezistencë ndaj insulinës, sepse dihet se qelizat e shfrytëzojnë glukozën për energji, mirë po, nëse ato nuk mund të marrin insulinën apo edhe metabolizojnë insulinën, është e kotë prania e glukozës, glukoza nuk mund të shfrytëzohet. Patofiziologjia e diabetit apo rrugëtimi i cili qënë ndej te diabeti. Çka mund të çojë te mos prodhimi i dur i insulinës tek diabeti tip 1? Çdo shkaktar që e shkatërron apo i dëmton qelizat beta të pankreasit, të cilat janë qelizat që prodhojnë insulinën, qënë deri te diabeti tip 1. Qoftë inflamacioni i pankreasit, qoftë çrregullimet gjenetike, qoftë edhe sëmundjet autoimune në të cilat vetë organizmi atakon pankreasit. Po ashtu, një fakt interesant është që hiperglicemia kronike apo rritja e sheqerit në gjak, pra për një kohë të gjatë, mund të çojë deri te stresi oksidativ dhe inflamacioni i pankreasit, të cilat sinjalizojnë deri te çrregullimi i gjeneve. Dhe si pasojë, kur gjenat çrregullohen, ato nuk dërgojnë, udhëzime të duhura deri te qelizat e pankreasit dhe ato nuk e prodhojnë si pasojë insulinën siç duhet. Çka mund të çojë tek rezistenca e qelizave ndaj insulinës tek diabeti tip 2? Dihet se qelizat e indeve të ndryshme shfrytëzojnë insulinën për ta metabolizuar glukozën. Por nëse këto qeliza kanë çrregullime në membranën e tyre, për shembull, ato nuk mund ta pranojnë insulinën, ose nëse kanë çrregullime në citoplazmën e tyre, nëse mungojnë enzime të caktuara të cilat e bëjnë metabolizimin e insulinës në citoplazm, edhe në këtë rast, nuk mund të shfrytëzohet insulina, pra kemi rezistencë ndaj insulinës. Edhe në këtë rast, shkaktarët e ndryshëm të këtij fenomeni të rezistencës ndaj insulinës mund të jenë inflamacionet, çrregullime gjenetike, sëmundjet autoimune, mos ekspresioni i dur i gjeneve, pra e kështu me radhë. Kaq kishte domethënë për patofiziologjinë e diabetit. Faleminderit që na ndoqët. Në videon e radhës do të shpjegojmë komplikimet akute të diabetit. Ju faleminderit.